Nuk zoti Shprençi është një person I cili ka patur funksione të larta në policinë e shtetit dhe ndoshta ai dhe funksione tjera shtetërore dhe ndoshta ka informacion më të detajuar. Por kush e ka porositur, si e ka porositur dhe si është bë lirimi I tij, unë këtë nuk mundet ta marr dot përsipër sepse nuk e di. Por po ju them që në këtë Shqipërinë kaq të vogël dhe kaq problematike, nuk është çudi dhe nuk është ndonjë herezi që vetë ata të cilët kanë emëruar edhe drejtorët e përgjithshëm të burgjeve edhe drejtorët në burgje në tërësi në Shqipëri, ne kemi, do ta dini sa për dini, kemi mos gabojmë mbi 20 burgje në Shqipëri, mbi 20 objekte pra të penitenciar në Shqipëri. IEVP, si quhen. Dhe do të dini diçka që përveç se grupet kriminale në Shqipëri kanë emëruar drejtor policish, ashtu kanë emëruar edhe drejtor të burgjeve. Ashtu kanë emëruar, kanë futur duart me emërime edhe te komandantët e burgjeve, edhe te drejtorët e burgjeve, edhe te gjithë ata që administrojnë burgje. Për kështu që nuk është ndonjë herezi ose ndonjë gjë e jashtëzakonshme ajo që thot zoti Prençi dhe unë besoj atë që thot zoti Prençi sepse e njoh zoti Prençi që është njeri me integritet dhe nuk është njeri që sharlatan që në media gënjen. Por unë informacionin që ka zoti Prençi nuk e kam. Por I besoj. Po si logjik tani. I besoj të gjithë kësaj narrative që në Shqipëri emërohen nga mafia që nga të gjithë sistemi, pra I gjithë kupona, si e drejtori se ka diçka këtu